Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar për të gjitha mirësitë me të cilat na ka begatuar dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij të ndershëm, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të dërguarin e tij të fundit, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me mexhlisin e dytë nga libri Mexhliset e Ramazanit të Sheikh Ibn Uthayminit, apo me kapitullin e dytë, mexhlisin e dytë, sido që ta quajmë. Thot el mexhlisu thani fi fadli siyam. Thot mexhlisi i dytë është për vlerën e agjerimit, ose ka të bëjë me vlerën e agjerimit. Te mexhlisi i parë folëm për vlerën e muajit të Ramazanit në përgjithësi, ndërsa te mexhlisi i dytë do të flasim për vlerën e agjerimit. Thot ky dietar: Elhamdulillahi l-latif r-rauf l-mannan, el-ghani l-qawi s-sultan, el-halim l-karim r-rahim r-rahman. El-awwalu fala shay'a qablahu, el-akhiru fala shay'a ba'dahu, el-zahiri fala shay'a fawqahu, el-batini fala shay'a dunahu. El-muhiti ilman bima yakunu wa ma kan, yu'izzu wa yudhillu wa yufkiru wa yugni, ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شأن. أرسل الأرض بالجبال في نواحيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها وقضى بالفناء على جميع ساكنيها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي المحسنين بالإحسان. أحمده على الصفات الكاملة الحسان وأشكره على نعمه السابقة بالشكر يزيد العطاء والامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان وسلم تسليما. Si zakonisht ky dietar pra e fillon me një hyrje të bukur, elokuente, me rim, me të cilën e falenderon Allahun e lartësuar për të gjitha mirësitë, dërgon salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit, alayhi salatu wassalam, dhe mbi familjen dhe shokët e tij. Thot, falenderimet e plota dhe lavdrimet më të mira i takojnë Allahut, i cili i ka këto emra dhe cilësi të bukura: El-Latif, El-Rauf, El-Mannan, El-Ghani, El-Qawi, El-Sultan, El-Halim, El-Karim, El-Rahim, El-Rahman. Thot, falenderimet më të mira i takojnë Allahut, Raufit, Mannanit, Ghanijit, Qawi, Sultan, Halimit, Karimit, Rahimit, Rahmanit. El-awwal fala shay'a qablahu, el-akhir fala shay'a ba'dahu. Thot, i pari para të cilit nuk ka asgjë, i fundit pas të cilën do ngel asgjë, i cili e përfshin çdo gjë me dijen e tij, e din atë që ka qenë dhe atë që do të jetë, i cili e ngrit kënd të doj dhe e ul kënd të doj, i jep pasuri kujt të doj dhe i jep varfëri kujt të doj, vepron ashtu siç dëshiron me urtësinë e tij, e ka përforcuar këtë tokë me kodra të larta dhe i ka dërguar rret e mëdha me dhe të rënda me ujë, me të cilin e ringjall tokën, dhe ka caktuar që çdo gjallëes që është në të një ditë do të vdes.
për të shpërblyer atë i cili ka vërë vepra të mira me të mirë dhe për ta shpërblyer çdo vepër mirë. E falenderoj atë dhe lavdroj për gjitha cilësitë e plota dhe të mira dhe për gjitha mirësitë me të cilat më ka begatuar, dhe dëshmoj se nuk ka të adhuruar post tij dhe se Muhamedi i dërguari është i dërguari dhe robi dhe i dërguari i tij. Salatet dhe selamet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen dhe shokët e tij. Pastaj thot ikhwani i'lamu anna as-sawma min afdalil ibadat wa ajllit ta'at ja'at bi fadlihi al-athar wa nukilat fihi bayna an-nas al-akhbar. Thot vëllezërit e mi, dijeni se agjërimi është prej ibadeteve më me vlerë për të cilët kanë ardhur lajmet apo etheret apo hadithet e pejgamberit alayhis salam prej shumë njerëzve. Wa min fadaili as-sawm an Allah katabahu ala jami'i al-umam wa faradahu alayhim. Thot prej mirësive të agjërimit është se Allahu e ka bërë obligim atë mbi të gjithë popujt dhe mbi të gjithë pejgamberët. Pra nuk është prej mirësisë së agjërimit është se nuk është obligim veç për ne, por ka qenë çdo herë obligim mbi të gjithë pejgamberët dhe mbi të gjithë pasuesit e pejgamberëve. Siç thot Allahu i lartësuar, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtarë, është bërë obligim agjërimi ashtu siç ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Bekare 183. ولولا أنه إبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله وعملا يترتب عليها من ثواب ما فرض الله على جميع الأمم. Dhe thot si kur mos ishte një ibadet shumë i madh, për njerëzit pa të cilin ata nuk mund të qëndrojnë dhe me shpërblime të mëdha për të cilat ata kanë nevojë, Allahu nuk do t'u kishte bërë obligim atyre. Dhe këto është një pikë interesante. Thot, sikur të mos ishte ibadet shumë i madh për cilin ata kanë nevojë dhe pa shpërblimet e të cilit ata nuk mund të shpëtojnë, Allahu nuk do t'ja kishte bërë obligim. Kjo tregon se edhe obligim Allahu ja ka bërë për të mirën e tyre. Jo se Allahu përfiton diçka prej agjërimit të tyre apo prej adhurimeve që i bëjnë atë, po për të mirën e tyre Allahu ja ka bërë obligim. Dhe kështu janë gjitha obligimet, nuk janë në rëndesë për të ngarkuar apo për të rënduar apo për të maltretuar, po janë për të mirën tënde. Se Allahu e din se ti ke nevojë për të. Se Allahu e din se ti ke nevojë për shpërblimin e saj, për këtë shkak ta ka bërë obligim. Andaj duhet ta falenderosh Allahun. Pse ta ka bërë obligim? Wa min fadaili as-sawm fi Ramadan annahu sababun li maghfirati adh-dhunub wa takfiri as-sayyi'at. Thot prej mirësive të agjerimit Ramazan është se, apo prej vlerës së agjerimit, është se ajo bëhet shkak për faljen e mëkateve dhe fshirjen e gjunaheve. Thot fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Thot në dy sahije transmetohet nga Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e agjeron Ramazanin me iman dhe me shpresë në shpërblim,
Allahu do t'ja falë mëkatet e mëparshme. Shpërblimi i madh, kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim dhe me shpresë në shpërblimin e Allahut, Allahu do t'ja falë mëkatet e mëparshme. Padyshim kjo është një shpërblim i madh, për të cilin kanë nevojë të gjithë robërit e tij, sepse nuk ka rob i Allahut i cili nuk është gabimtar dhe i cili nuk është mëkatar. Dikush më shumë e dikush më pak, dikush këto e dikush ato, mirëpo të gjithë robërit e tij kanë gabime dhe mëkate dhe kanë nevojë që Allahu t'u falë. Thot ky dietar, yani imanan billah wa ridan bi faradiyati sawm alayhi wa ihtisaban li thawabihi wa ajrihi. Lam yakun karihan li fardihi la shakan fi thawabihi wa ajrihi, fa inna Allaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbi. Do me thënë, ai agjeron me besim tek Allahu, me kënaqësi se Allahu e ka obliguar me këtë adhurim, dhe me shpresë të sinqertë në shpërblim. Nuk është agjerues sepse detyrohet, apo ndjehet si detyruar, apo ndjehet si shtyer me zor. Dhe nuk është dyshues në shpërblimin dhe obligimin, po është i sinqert, e agjeron me vullnet dhe me dëshirë, dhe sinqerisht e pret shpërblimin e Allahut të lartësuar. Thot, këtij njeriut Allahu do t'ja falë mëkatet që i ka bërë më herët. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "As-salawatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'a wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idha ijtunibat al-kaba'ir." Thot në Sahihun e Muslimit, nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thënë: 5 namazet ditore, xhumaja deri në xhuma dhe Ramazani deri në Ramazan, i shlyen mëkatet mes tyre nëse largohesh prej mëkateve të mëdha. Tash ky hadith e jep një sqarim shtesë. Këto hadithe që thojnë se namazi i shlyen mëkatet mes namazit tjetër, xhumaja i shlyen mëkatet mes xhumas tjetër, dhe Ramazani i shlyen mëkatet mes Ramazanit tjetër, thot është me një kusht idha ijtunibat al-kaba'ir, nëse largohesh prej mëkateve të mëdha. Pra kushti është që ai rob të largohet prej mëkateve të mëdha, sepse këto vepra të mira nuk i shlyen mëkatet e mëdha direkt, po njeriu ka nevojë që për mëkatet e mëdha të pendohet. Ka nevojë që për mëkatet e mëdha edhe të bëjë një pendim të veçantë, me shpresë se Allahu i lartësuar do t'ja falë ato. ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. Thot prej vlerave të agjerimit është se shpërblimi nuk kufizohet me një kufizim të caktuar. Pra Allahu shpërblimin e agjerimit nuk e ka kufizuar. Nuk ka thënë 10 sevape apo 700 sevape, nuk ka caktuar numër, po e ka lënë bigari hisab, pa kufizim. Varet pra ashtu sa don Allahu, ashtu si është gjendja e robit e kështu me radhë. Fa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ta'ala kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun fa idha kana yawm صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Thot në dy sahihet, apo në sahihun e Buhariut dhe Muslimit, përmendet hadithi nga Ebu Huraira radiallahu anhu, se Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu i lartësuar thot: çdo vepër e biri të Ademit është për të, përveç agjerimit. Agjerimi është për mua dhe unë e di se si shpërblej për të. Thot, agjerimi është mburoj apo prazmore, andaj kur t'jetë ndonjëri prej jush agjerueshëm, mos të flas fjalë të këqija dhe mos të hidhrohet. E nëse ndokush e shan, e hidhon apo mundohet që të ketë konflikt me të, ky le të thoj unë jam agjerueshëm dhe mos të futet në konflikt me atë tjetrin. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit, era e keqe e agjeruesit është më e dashur tek Allahu se era e mirë e parfumit. Agjeruesi i ka dy gëzime. Gëzimi i parë është kur të haj iftar pas një agjerimi të gjatë. Dhe gëzimi i dytë është kur ta takoj Allahun e tij. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلا 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. Thot në një transmetim tjetër të Muslimit, pejgamberi alayhis salam thot: çdo vepër e mirë e birit të Ademit është për të, përveç agjerimit, ajo vepër e mirë është për mua. Thot, për çdo vepër të mirë unë e shpërblej atë me 10 deri 700 herë përveç agjerimit. Ai është për mua dhe unë e shpërblej për të, pa e kufizuar, sepse ai e lën epshin e tij dhe ushqimin e tij për hir timin. Thot ky dietar: wa hadha al hadith al jalil yadullu ala fadilati sawm min wujuhin adida. Thot ky hadith i vlefshëm e tregon vlerën e agjerimit në disa aspekte. Aspekti i parë thot el wajhu al awwal an Allah ikhtassa li nafsihi as-sawm min bayni sa'ir al-a'mal wa dhalika li sharafihi indahu wa mahabbatihi lahu wa dhuhur al-ikhlas lahu subhanahu fihi li'annahu sirru bayna al-'abdi wa rabbih la yattali'u alayhi illa Allah. Thot aspekti i parë i vlerës së agjerimit është se Allahu e ka veçuar atë për veten e tij. Ka thënë, agjerimi është për mua dhe unë e di se si shpërblej për të. Dhe kjo tregon vlerën e madhe dhe dashurinë e madhe që e ka Allahu për këtë agjerim, për këtë adhurim, sepse në të shfaqet sinqeriteti i robit, sepse agjerimi është sekret mes robit dhe Zotit të tij. Askush nuk mund ta di se ky rob a agjeron me të vërtet apo vetëm bëhet kinse agjeron. Askush nuk mund ta di përveç Allahut të lartësuar. Për këtë shkak, nëse robi është i sinqert në këtë adhurim, ai e ka shpërblimin dhe dashurinë e Allahut të lartësuar. Thot, fa inna as-sa'ima yakunu fil mawdi'i al-khali min an-nas mutamakkinan min tanawuli ma harrama Allahu alayhi bis-siyam fala yatanawalu li'annahu ya'lamu anna lahu rabban yattali'u alayhi fi khulwatihi wa qad harrama alayhi dhalik فيتركه لله خوفا من عقابه ورحبة ورغبة في ثوابه
فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله. Thot, agjëruesi është në një vend ku është vetë dhe afër ushqimit, dhe kërkush nuk mund ta di se ai a agjëron apo han ushqim përveç Allahut. Dhe në këtë rast ai është i sinqert me Allahun dhe lën ushqimin për hir të tij dhe nga frika prej dënimit të tij. Për këtë shkak thot edhe Allahu e falenderon robin e tij për këtë sinqeritet të tij, dhe për këtë shkak e ka veçuar agjërimin për të gjitha ibadeteve tjera dhe ka thënë se agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Për këtë shkak edhe në hadith tha, yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Thot, Allahu, ky rob e la epshin e tij dhe ushqimin e tij për hir timin. وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى إذا لم يبقى إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. Thot Sufjani ibn Uyejne, thot, në ditën e kiametit, a thëm se Allahu për agjërimin ka thënë se nuk e ka kufizuar shpërblimin, po ka thënë kjo është për hir timin dhe unë shpërblej për të. E tash Sufjani ibn Uyejne thot, në ditën e kiametit, kur t'i peshohen robit veprat e mira dhe veprat e këqija, dhe të ketë nevojë për shpërblim shtesë për të shpëtuar, atij do t'i ngel agjërimi, dhe Allahu do t'ja shumëfishojë shpërblimin e agjërimit në mënyrë që të shpëtojë në ditën e kiametit prej gjërave, prej zullumeve që ja ka bërë robërve tjerë, nëpërmjet shpërblimit të agjërimit të shpëtojë prej tyre dhe prej zjarrit të xhenemit. Subhanallah. El-wajhu thani, thot aspekti i dytë i vlerës së agjërimit bazuar në atë hadith të pejgamberit. Thot el-wajhu thani an Allah qala fi as-sawm wa ana ajzi bihi fa adafa al-jaza ila nafsihi al-karima لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين والعطية بقدر مؤتيها. Thot aspekti i dytë i vlerës së agjërimit është se Allahu i lartësuar ka thënë për agjërimin, unë shpërblej për të. Andaj ka thënë e ka cek shpërblimin e tij si direkt prej Allahut. Për shkak se veprat e mira, thot, Allahu i ka caktuar që të shumëfishohen me numër. Një vepër e mirë shumëfishohet me 10 herë. Apo 700 herë, deri në 700 herë. Ndërsa sa i përket agjërimit, shpërblimin e tij Allahu nuk e ka caktuar, po ka thënë unë shpërblej për të, dhe ka lënë në mënyrë të pakufizuar. Ndërsa ne e dim se Allahu është më bujari i të gjithë bujarëve dhe dhënja e tij është në bazë të vlerës së dhënësit. Fejekunu ajru saimi adhiman kathiran bila hisab. Në bazë të kësaj thot,
E dim se shpërblimi I agjëruesit do të jetë I madh pa hisab, do të jetë një shpërblim shumë I madh I cili nuk mund të llogaritet apo pa u llogaritur. Thot wasiyamu sabrun ala ta'atillah wa sabrun an maharimillah wa sabrun ala aqdarillahi al-mu'lima min al-ju'i wal-'atashi wad-da'fi al-badani wan-nafs. فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين. Thot dhe ne dim se agjërimi I ka përmbledh 3 llojet e sabrit. Sabrin në ibadetin ndaj Allahut, sabrin në largimin nga ndalesat e Allahut, dhe sabrin ndaj vështirësive për hir të Allahut. Të trejat I ka përmbledh agjërimi. Dhe jemi të sigurt se Allahu ata që bëjnë sabër do t'i shpërblej pa hisab apo pa llogari. Allahu I lartësuar ka thënë innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu I lartësuar ka thënë me të vërtet ata që bëjnë sabër do të shpërblehen pa llogari, bighayri hisab. Sura Zumar ajeti 10. الوجه الثالث thot aspekti I tretë an-nisam junnatun. Aspekti I tretë thot se agjërimi është mburoj. أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث ولذلك قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ويقيه من النار. Thot aspekti I tretë është se agjërimi është mburoj prej zjarrit të xhenemit në ahiret dhe prej gjërave të këqija në këtë botë. Për këtë shkak edhe në hadith thot kur t'jetë dita e agjërimit të ndonjërit prej jush, mos t'i afrohet gruas së tij për marrëdhënie intime dhe mos të hidhrohet. Në mënyrë që të mburohet prej zjarrit, pra. Sepse gjatë agjërimit, agjëruesit nuk I lejohet që të hajë ushqim, nuk I lejohet që të pijë lëngje dhe nuk I lejohet që t'i afrohet gruas së tij për marrëdhënie intime gjatë ditës së agjërimit, ndërsa pas iftarit të treja këto janë të lejuar. Thot lidhalika rawal Imam Ahmed bi isnadin hasan an Jabirin radiallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. Thot transmeton Imam Ahmedi me isnad hasan me zinxhir të mirë an Jabir radiallahu anhu, nga Jabir radiallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thënë agjërimi është mburoj me të cilën robi mburohet nga zjarri I xhenemit. Aspekti I katërt I vlerës së agjërimit nga hadithi të cilën e përmendëm në fillim është الوجه الرابع أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لأنها من آثار الصيام فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ عن طاعته بالصيام. Thot aspekti I katërt është se era e keqe e agjëruesit është më e dashur tek Allahu se era e mirë e parfumit,
sepse ajo vjen për shkak të agjerimit që është adhurim ndaj tij. E për këtë shkak është e dashur dhe e mirë tek Allahu, dhe kjo është argument për vlerën e madhe të këtij ibadeti, thot, derisa edhe diçka që nuk është e dashur dhe është e urryer tek njerëzit, është e dashur dhe e mirë tek Allahu për shkak se vjen nga ky agjerim i madh dhe është si pasojë e tij, këtij ibadeti të madh. Aspekti i pestë i vlerës së agjerimit nga hadithi përmendur, el-wajhu al-khamis, أن للصائم فرحتين فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة وكم أناس حرموا فلم يصوموا ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم. Thot aspekti i pestë i vlerës së agjerimit është se agjeruesi ka dy gëzime të mëdha. Gëzimi i parë është me agjerimin, gëzohet që Allah ja ka mundsuar që ta agjeroj atë ditë që ta kryej këtë agjerim, në kohën kur shumë prej robërve të tij nuk kanë mundësi për një gjë të tillë, dhe gëzohet që Allahu në fund të këtij agjerimi ja ka bërë halal ushqimin dhe pijen për të cilat ai ka nevojë dhe të cilat I kishte të ndaluara gjatë agjerimit. Thot, emma farahuhu inda liqa'i rabbih fe jafrahu bisawmihi hina yajidu jazaahu inda Allahi ta'ala, muwaffaran kamilan fi waqtin huwa ahwaju ma yakunu ilayhi hina yuqal أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخل أحد غيرهم. Thot gëzimi I dytë është kur ta takoj Allahun e tij, atëherë thot do të gëzohet shumë se ka qenë prej agjeruesve, kur do ta shikoj shpërblimin e madh që Allahu e ka përgatitur për agjeruesit. Dhe kur të arrijë para xhenetit dhe të hapet dera e Rejanit, derë e cila është e caktuar vetëm për agjeruesin dhe në të cilën thuhet ku janë agjeruesit të cilët mund të futen në xhenet nga dera e Rejanit dhe në të cilën nuk mund të futet askush përveç tyre. وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا صابه أحد أو قاتله ألا يقابله بالمثل لئلا يزداد السباب والقتال وألا يضعف أمامه بالسكوت بل يخبره بأنه صائم إشارة إلى أنه لن يقابله بمثل احتراما للصوم لا عجزا عن الأخذ بالثأر وحينئذ ينقطع السباب والقتال. Thot dhe në këtë hadith përmendet një udhëzim profetik I urdh, thot, kur të agjerojnë ndonjëri prej jush, mos të, nëse e shan dikush apo dëshiron që të përlahet me të apo të kacafytet, agjeruesi duhet që mos ta kthej me të njëjtë. Po t'i thoj unë jam agjerues dhe të largohet nga përlarja dhe kacafytja dhe në këtë formë pra agjerimi ndikon pozitivisht edhe në shoqëri dhe I ndalon ata nga zënkat e panevojshme dhe nga kacafytjet pa lidhje të cilat pastaj mund të shkaktojnë probleme dhe telashe të mëdha në shoqëri. Sepse edhe zjarri më I madh fillon nga një gacë e vogël, siç thuhet. Allahu I lartësuar në surën Fussilet ajeti 34-35 thot: Idfa billati ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim
wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Thot Allahu ti ktheje thot me të mirë se atëherë edhe ai me të cilët kishit armiqësi do të bëhet një shok i afërt me ty. Mirë po këtë thot nuk mund të arrin përveç atyre që janë të durueshëm dhe nuk mund të arrin përveç atyre që kanë një hise të madhe të sabrit dhe imanit. Pastaj vazhdon ky dietar dhe thot: "Wa min fadaili as-sawm annahu yashfa'u li sahibihi yawm al-qiyamah." فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفئنيه فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفئني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد. Thot prej vlerës së agjerimit është se agjerimi bën shefat për agjeruesin ditën e Kiametit. Transmeton thot Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Amri radiallahu anhuma se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Siyamu wal Kur'an yashfa'an li 'abdi yawm al-qiyamah." Agjerimi dhe Kurani bëjnë shefat për robin në ditën e Kiametit. Agjerimi thot: "O Zoti im, unë ndalova nga ushqimi dhe nga epshi i tij, andaj pranoje shefatin tim." Dhe Kurani thot: "O Zot, unë ndalova nga gjumi gjatë natës, andaj pranoje shefatin tim." Dhe thot pejgamberi alayhis salam dhe në këtë formë ata bëjnë shefat. Thot ky dietar në fund: "Ikhwani fadailu as-sawm la tudrak hatta yakuma as-saimu bi adabihi. Fajtahidu fi itqani siyamikum wa hifdhi hududihi wa tubu ila rabbikum min taksirikum fi dhalik." Thot vëllezërit e mi, vlera e plotë e agjerimit nuk arrihet derisa ta bëni atë në formë të përmbushur me të gjitha edukatat lidhur me të. Andaj thot kujdesuni që t'i mësoni këtë gjëra dhe t'i bëni në mënyrë të plotë. Pastaj bën një dua në fund dhe thot: "Allahumma ihfadh siyamana waj'alhu shafi'an lana. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه." Pastaj thot: "Allahu in ruaje agjerimin ton dhe bëne sebeb për shefat ndaj nesh dhe na fal neve prindërve ton dhe muslimanve dhe dërgo salavat dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit Muhammedin dhe mbi familjen dhe shokët e tij." Dhe me këtë përfundon mexhlisi i dytë nga mexhliset e Ramazanit. O sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.